Duke nisur nga muaji qershor i këtij viti, menaxhimi i mbetjeve në Bashkinë Lezhë do të realizohet nga vetë bashkia, e cila ka krijuar ndërmarrjen e saj publike për shërbimin e pastrimit. Strategjia e re parashikon hedhjen e mbetjeve sipas orareve të përcaktuara, si në qytet, ashtu edhe në zonat rurale, si dhe do të ketë ditë të dedikuara për grumbullimin e mbetjeve të riciklueshme, atyre të gjelbra, mbetjeve elektronike, si dhe mobiljeve. Strategjia u prezantua nga kryetari i Bashkisë Lezhë Pirin Ndreu gjatë një takimi informues me të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces. Në qershor, Bashkia Lezhë merr komplet shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në territorin e Bashkisë Lezhë. Kompanitë private nuk do të jenë më të kontraktuara nga ne. Kemi konstatuar fatkeqësisht se marrëdhënia jonë me ata ka qenë shumë e vështirë, pastrimi i territorit nuk ka qenë si në duhur, komunikimi me strukturat e bashkisë ka qenë i dobët, kontrata nuk është zbatuar. Kjo nuk është çështje politike, të nderuar zonja zotni. Kjo është një standard jetese të cilin ne duhet ta kapim tani. E Lezhë është e para që kalon në avangard, në një histori të re të mënyrës së trajtimit të mbetjeve dhe sjelljes me pastërtinë dhe higjienën në territor. Është e para tipologji që do instalohet në Lezhë, nuk ka Shqipëria si ajo, me të gjithë profilet e mbetjeve, ku secila lloj mbetjesh do ketë një seksion të ndarë që ka të gjelbërta, të furnitura, të elektronika, të gjitha, pa parashtim. Pra, ne do kemi ndarje aty te ajo impjanti që do bëjmë ne dhe do jetë bashkohor dhe do jetë diçka një histori e cila do të jap një impuls tjetër historisë së menaxhimit të mbetjeve në Lezhë. Me këtë mënyrë të re pastrimi dhe menaxhimit të mbetjeve, Bashkia Lezhë synon të bëhet një nga njësitë e para vendore në Shqipëri që zbaton standardet europiane, duke i dhënë fund ndotjes, e cila pavarësisht përpjekjeve të drejtanishme nuk ka qenë në nivelin e duhur.